Unë jam një vajzë, thot Bektashije. Para disa kohësh, pash një ëndër, 2 vajza të vdekura. Ula në gjunjë dhe thot falesha. Elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj udhëzimin. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të adhurosh Allahun e lartësuar një të vetëm, pa i bërë ati shok në adhurim. Përsa i përket vdekjes në ëndër, disa prej dietarëve shpjegojnë se ajo është si një lloj përkujtimi për botën tjetër, se gjithë një ditë do të largohemi nga kjo dynja. E përsa i përket faljes së namazit në ëndër, kjo me lejen e Zotit gjithësisë është si një ftesë prej të Madhit Zot, që njeriu ta fillojë namazin, që njeriu të reflektojë sa herë shikon diçka, pra një punë të mirë, me lejen e Zotit gjithësisë, kjo është si një ftesë. Dhe patjetër, unë e këshilloj çdo njërin që ta fal namazin, ta adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Ne kur lexojmë Kur'an, surja e parë, surja Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Me adhuru vetëm Allahun, me fal namaz për Allahun, ftesë është.